Në një fshat të vogël mes malit dhe detit, ku njerëzit njihnin njëri tjetrin me emër, me mbiemër dhe me histori familjare, jetonte Mira, një grua 43 vjeçare e qetë, punëtore dhe me sy që i nderonin ngjyrë sipas dritës, nganjëherë blu, nganjëherë gri. Ishte një nga ato gra që i mbante shtëpinë, burrin, tokat, pleqët dhe gjithçka tjetër mbi shpinë, ndërsa nga jashtë dukej sikur jetonte thjesht. Por kohët e fundit Mira nuk po ndihej mirë. Kishte javë që ankohej për një zhurmë të çuditshme në veshin e majt. Një lloj fishkëllime vazhdueshme që natën e çonte në çmenduri dhe ditën e bënte të harxhohej shpejt. Kishte humbur oreksin, s'flinte dot, nuk përqendrohej dhe ndjente të ardhmen e saj si një re të zezë që afrohej. Kur më në fund vendosi të shkonte te mjeku i fshatit, te doktori i vjetër dhe i respektuar Dr. Halili, ai e dëgjoi me vëmendje, ja kontrolloi veshin dhe, pas një momenti të gjatë, i tha: "Nuk është infeksion, Mira, është bllokim. Kanale të ngushta, dylli fort i tharë dhe pak nervozite që ta shton ndjesin. Dua të provosh diçka natyrale këtë natë." Mira e pa me dyshim. "Doktor, unë kam pirë çajra, kam vënë vaj ulliri, kam provuar gjithçka." Zëri në vesh po më çmend, doktori buzëqeshi me një qetësi sikur kishte parë një mijë raste të tilla. Vëre një thelpi hudhër në vesh. Të freskët, jo të shtypur. Vetëm zhveshe nga lëkura, bëj një të qartë të vogël që të lër vaj natyral dhe futja aty një copë pambuku sipër që të mos dal. Flik kështu një natë. Nesër më thuaj si je. Mira nuk ishte shumë e bindur, por ishte aq e lodhur sa ishte gati për gjithçka. Natë pa qetësina të mbrëmje, shtëpia kishte një qetësi të frikshme. Burri i saj, Leka, flinte në divan prej disa ditësh nga që Mira nuk po flinte dhe sillej nervoze. Djali i madh studionte në Tiranë, ndërsa vajza e vogël kishte fjetur herët. Mira ndezi një qiri, e lau fytyrën dhe mori një thelpi hudhër nga kuzhina. Ishte e bardhë, e fortë dhe lëshonte një aromë të mpretë. Po sikur të më djeg, mendoj, po sikur të më bëj më keq, po sikur të ndodh ndonjë gjë. Por zëri brenda veshit, ai tingulli i tmerrshëm, e detyroi të provoj. E vendosi hudhër ngadalë në vesh, i vuri një copë pambuku sipër dhe ushtri. Në fillim nuk ndjeu asgjë. Pastaj ndjeu një ngrohtësi të çuditshme. Pastaj një pickim të lehtë. Pastaj një val të butë nxehtësie që i përshkoi gjithë kokën. Kjo e trembi. "S'ka gjë," ka thënë doktori, pëshpëriti. Por kur ora shkoi rreth mesnatës, Mira ndjeu diçka tjetër. Një lloj dridhje të lehtë, si një puls që vinte nga veshët e saj dhe lëvizte drejt qafës. Pastaj një ndjesi që as vetë nuk mund ta shpjegonte, si të shfryhej diçka brenda kokës së saj, dhe papritur heshtje e plot. Zëri që e kishte torturuar për javë të tëra, ajo fishkëllima e çmendur, u zhduk si të mos kishte ekzistuar kurrë. Mira u ngrit për një herë. Gati erdhi të qante. Ishte hera e parë në 3 javë që ndjente qetësi brenda kokës. Por gëzimi i saj zgjati pak, sepse pas disa minutash filloi diçka shumë e çuditshme. Zhurma e re në fillim mendoi se po i dukej. Një lloj trokitje shumë të lehtë, tik tik tik, sikur dikush prekte nga brenda. Mira ngriti dorën drejt veshit, preku pambukun dhe ndaloi frymën. Zhurma erdhi përsëri, këtë herë pak më fort. Tik 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 tik, s'ka si të jetë hudra, mendoi, është imagjinata ime, por nuk ishte. Trokitej rregullisht, sikur dikush përpiqej të lëvizte diçka brenda saj. Zemra e filloi të rrite fort. E mori frymën më thellë. Tik 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 tik, e ngriti veten ngadalë, ul në krevat dhe u përpoq të frymonte ngadalë. Pastaj me dorë që i dridhej hoqi pambukun, trokitej ende, Mira shtangu. O Zot, çfarë po më ndodh? Ajo nxori thelpin e hudrës me kujdes. Ndjeu sërish nxehtësinë që po i hynte në vesh dhe zhurma pushoi me një herë. Por me të rënë zhurma ndodhi diçka që e ngriti në këmbë. Nga thelpi i hudrës kishte dalë një pikë e vogël e zezë, si një kokër milingone, si një insekt, por e ngjitur si përzierje e vajit me diçka të gjallë. Mira bërtiti, e hodhi hudrën në tokë dhe doli me nxitim nga dhoma. Frymëmarrja ju rëndua, mendja ju errësua. Ndjeu një dhimbje të mprehtë në kokë, sikur i shponte dikush lobin e majt. U mbështet pas murit për të mos rënë. Leka u ngriti alarmuar nga zëri i saj. "Çfarë ke? Kam diçka në vesh." "Diçka doli nga hudra, nuk e di o Zot," tha Mira me gjysmë zëri, e tmerruar. Leka ndezi dritën dhe e pa nga afër. E çoi tek divani dhe ja vështroi veshin. S'ka asgjë, u përpoq ta qetësonte. Ndoshta ishte thjesht një kokër dylli. Jo, nuk ishte dyll. Ishte zezë, lëvizi pak sikur ishte e gjallë. Leka u shtang një moment, po sërish u mundua të mos tregonte frikë. "Nesër në mëngjes shkojmë te doktori. Tani pusho pak. Mos u mërzit, por Mira nuk mund të flinte më. Ju duk sikur atë natë shtëpia nuk ishte më shtëpi. Sikur çdo zhurmë ishte më e fortë.
Si kur edhe muret kishin vesh, dhe kur më në fund u kthye në dhomë për të marrë telefonin, e pa atë që e la pa frym. Thelpi i hudrës që kishte rënë në tokë nuk ishte më në vendin ku e kishte hedhur. Mira nuk e mbylli syrin atë natë. Nuk ishte vetëm frika, as thjesht zhurma që vazhdonte herë pas here në veshin e majtë si një trokitje e humbur. Ishte fakti që thelpi i hudrës, ai objekt i vogël e i pafajshëm që kishte rënë në dysheme, kishte zhdukur vendit. Ajo e mbante mend qartë. E kishte hedhur poshtë shtratit, e kishte parë të rrotullohej ngadalë dhe pastaj asgjë. Dhe tani dyshemeja ishte bosh, sikur asgjë s'kishte qenë ndonjëherë aty. Leka i tha se kishte qenë e lodhur, se ndoshta e kishte shtyr me këmbë pa e vënë re. Por Mira nuk besonte më asgjë. Diçka po ndodhte me veshin e saj. Diçka e çuditshme, e panjohur, e frikshme. Dhe ajo e dinte se nesërmja nuk do të ishte thjesht një vizitë te doktori, takimi i dytë me Dera Halilint nesërmen herët. Leka e shoqëroi Mirën te ambulanca e fshatit. Mjeku i vjetër me sy të zgjuar dhe buzëqeshje të lodhur, i priti duke fërkuar mjekrën e tij të thinjur. Si kalove, Mira? Pyeti ai, ajo uli syt. Doktor, më ndodhen gjëra të çuditshme. Shumë të çuditshme, doktori ngriti vetullat, të çuditshme në ç'kuptim. Mira tregoi gjithçka. Ngrohtësinë e pazakont, dridhjen, heshtjen e menjëhershme, pastaj zhurmën e re dhe kokrën e zezë që doli bashkë me hudrën. Dhe natyrisht zhdukjen e thelpit të hudrës, Leka nga ana tjetër. Po dukej sikur po dëgjonte një histori të egzageruar Dera. Halili mbeti pak kohë në heshtje. Pastaj ngriti dorën dhe i bëri shenjë Mirës të ulej. Dëgjo, Mira. E para, hudra ka veti antiseptike dhe mund të largoj bllokime. Nxehtësia dhe çlirimi i tingullit janë normale. Sa për atë që the ti, duhet të shohim veshin. Ndoshta është ndonjë infeksion i fshehur që po krijon halucinacione zanore. Mund të jetë edhe stresi akumuluar. Mira nuk tha asgjë. Ndonjëherë frika është aq e madhe sa as nuk mund të përpiqesh ta përshkruash. Mjeku ndezi llambën dhe afroi mjetet e kontrollit. Hapi kanalin e veshit me kujdes, i kërkoi të mos lëvizte. Por brenda një sekonde buzëqeshja e tij filloi të zbehej. Doktor? Tha Mira. Çfarë ka? Ai nuk foli, syti qenë zgjeruar, jo nga kurreshtja profesionale, por nga diçka që rrallë sheh tek një mjek me përvojë. Habia e pastër, Mira tha ngadalë. Këtu ka diçka që nuk ka përse të jetë. Zemra e Mirës i ngriu. Çfarë? Çfarë ka? Pyeti me zë të dridhur Dera. Halili mori një pincë të hollë. Ka një shtresë të zezë brenda veshit. Shumë e hollë, shumë e butë, sikur të jetë lënë aty shtazi. Dhe nuk ka lidhje me dyllin. Nuk është materiale njerëzore. Mira ndjeu trupin t'i ftohej. Leka u ngrit, prit, çfarë do të thuash me nuk është njerëzore? Doktori mori frymthell. Dua të them se nuk është diçka që formohet natyrshëm. Më duhet ta largoj, por duhet të jeni të dy të qetë. Nëse është ajo që mendoj, po flasim për një reakcion shumë të rrallë kimik mes hudrës dhe një bakterie të caktuar që teksa fliste, ai futi pincën brenda. Por në atë moment Mira ndjeu një therrje të fortë. U drodh, por nuk lëvizi. Ka diçka që lëviz, përshpëriti ajo me sytë e zgjeruar. Doktori ngriti kokën ngadalë, thua se nuk donte të besonte atë që po dëgjonte. Ai provon të tërheq shtresën e zezë dhe pa pritur pinca dridhen. Doktor? Bërtiti Mira. Për një moment të shkurtër, shumë të shkurtër, të gjithë e pan. Një fije hollë e zezë, e gjallë si një nerv mikroskopik, u zhvendos me shpejtësi në thellësi të kanalit të veshit, sikur po fshihej Dera. Halili u ngrit vrrullshëm nga ulsja, duke lënë mjetet të bien për tokë. Kjo nuk është bakterie, tha ai me zë të mekur, dhe nuk është as reakcion. Është diçka tjetër. Mira shtangu. Çfarë është? Bërtiti ajo, duke ndjer veshin të pulsonte dhunshëm. Mjeku fshiu djersën nga balli. Duhet të shkoni tani në qytet, te korlia spitalore. Kjo nuk pret. Kjo nuk mund të qëndroj më gjatë aty. Leka i mori gjupin Mirës me nxitim. Çfarë ka brenda veshit tim? Bërtiti ajo sërish, tashmë me panik të pastër Dera. Halili e pa drejte në sy. Nuk e di, tha, por duket si një organizëm i huaj. Diçka që hudra e aktivizoi ose e detyroi të dalë. Dhe nëse është futur më thellë, ai nuk e përfundoi fjalinë. Dhe Mira e kuptoi se e keqja sapo kishte filluar. Mira as nuk mbante mend si doli nga ambulanca. Syti ishin errur, zemra e rrihte aq fort sa i dukej sikur po i krisnin brinjët. Leka e shtynte drejt makinës, por Mira kishte një ndjesi të çuditshme sikur po ecte nën ujë. Sikur çdo tingull vinte i shtrembëruar, i largët. Ajo prekte veshin e majt pa pushim, nuk i dhemte, por ndihej sikur diçka pulsonte brenda, si një zemër e dytë e vogël.
si një jetë e huaj që nuk i përkiste trupit të saj. Doktori i vjetër u kishte thënë menjëherë: "Dilni tani, mos prisni as një minutë. Kjo e trembi më shumë se sa vetë organizmi." Rrugës drejt qytetit, rruga nga fshati në qytet ishte gjatë, me kthesa dhe humnera. Era bënte degët të godisnin xhamat e makinës dhe Mira çdo pak minuta prekte veshin, sikur të siguronte që nuk ishte shpërthyer diçka brenda. "Mira, qetësohu," i thoshte Leka. "Orlja në qytet është e pajisur. Do të ta heqin." Mjeku tha se nuk është e rrezikshme, ai nuk e tha këtë. Ja preu ajo. Ai u trem. Ai nuk friksohet kurrë, Leka heshti. E dinte që Mira kishte të drejtë. Në një moment, Mira ndjeu diçka që lëvizi brenda veshit. Jo thjesht puls, por një zhvendosje lehtë, sikur diçka po kërkonte rrugë më tej. Ajo bërtiti dhe vuri duart në kokë. Po lëviz brenda meje. Leka gati i humbi kontrollin e makinës. "Mos e prek. Se prek." I bërtiti. Mund të futet më thellë, por Mira nuk dëgjonte. Ndjeu një therrje që ju shpërnda drejt faqeve, pastaj drejt nofullës dhe pastaj çdo tingull u bë i rënd, i trash, sikur dikush kishte hedhur një batanie mbi botë. Ajo humbi dëgjimin për një sekond, vetëm heshtje. Pastaj fishkëllima. Pastaj një zë i largët jo njerëzor, një dridhje që rritej e zvogëlohej. "Leka," pëshpëriti ajo. Unë po dëgjoj diçka që nuk vjen nga jashtë." Leka shtypi gazi më shumë. "Mbahu, Mira." "Po thuaj se arritëm." Në spitalin e qytetit Orlja ishte mbushur me pacient. Por kur Leka bërtiti: Kë dicka të gjallë e vesh. Kë pare doktori jon." "Hapni derën." Ndihmësja infermiere su ngrit menjëherë: "Doktor Resuli." "Urgjencë." Mira u fut në dhomën e kontrollit, e zbehtë, me duar të mpira. Doktori i ri, një burr rreth të 40-ve me sy të kthjellët, u afrua shpejt. "Çfarë ke zonjë?" Mira vetëm tha: "Diçka lëviz brenda meje dhe nuk është imja." Doktori ndezi aparaturat dritën e fortë dhe e kërkoi të mos lëvizte. Leka qëndronte pranë derës me grushtat e shtrënguar. Pas vetëm 5 sekondash kontrolli fytyra e doktorit ndryshoi, ju ngrit nofulla. Syt ju ngushtuan. Dhe dora ju dridh paksa, "Çfarë është?" pyeti Leka i tensionuar. Doktori heshti. Shkëputi pajisjen dhe mori pincat mikroskopike. "Duhet ta nxjerr menjëherë. Është një strukturë fibrinoze e zezë, e panjohur. Sikur nerv, sikur filament. Nuk e kam parë kurrë." Ai futi pincën brenda dhe menjëherë Mira bërtiti: "Se e prek." "Po reagon." "Po lëviz." Doktori u tërhoq instinktivisht: "Po shtrëngohet." Tha ai me zë të ngjirur. U kthye pas te kanali i brendshëm. Ai e pa Mirën drejtë në sy dhe tha fjalë që asnjë pacient nuk duhet i dëgjoj. "Nuk është më në vendin ku e pash një sekond më parë." U fut më thellë, shumë thellë. Mira ndjeu gjakun t'i ngrinte në damar. Ndjeu një ftohtësi që i ra nga veshi në qafë, pastaj te shpatulla, pastaj në tru. Ajo nisi të dridhej. "O Zot," pëshpëriti doktori. "Është ngjitur drejt nervit të dëgjimit." Leka bërtiti: Nxirre tani." Doktori tunte kokën. "Nëse e prekim gabim, mund të dëmtojmë nervin e saj të brendshëm. Ajo mund të humbas dëgjimin. Ose më keq." Ai ngriti kokën lart, merr një vendim. "Do të duhet ju çojmë në Tiranë. Ka pajisje më të avancuara. Kjo kërkon mikrokirurgji." Mira nuk dëgjonte më asgjë nga jashtë. Zëri i doktorit i duke i largët, i zbet, sepse sa hera i fliste brenda kokës së saj dikush tjetër, diçka tjetër i përgjigje me një dridhje të vogël tingulli. Si ritëm, si trokitje, si komunikim. Ajo mbajti kokën me duar dhe pëshpëriti: "Ai po më dëgjon. Po më ndjen. Nuk do të dali." Pastaj u errësuan të gjitha dhe rapa ndjenja. Kur Mira hapi syt, ndriçimi i bardhi dhomës së urgjencës në Tiranë i goditi si thik syrin e djathtë. Nuk e dinte sa kohë kishte kaluar. Dëgjimi i majt ishte ende i mjegullt, por jo i heshtur. Aty brenda vazhdonte ajo trokitja e zbet, ajo dridhje e largët që dukej sikur po merrte formë. Si një gjuhë huaj. Si diçka që po përpiqej të shkonte më thellë. Leka ishte pranë saj, i lodhur, i fryrë në fytyrë nga pagjumësia dhe frika. "Mira e dashur, jemi në qsut. Je në duar të mira." Doktorët po përgatiten për të futur në sallë. Ajo u mbështet mbi shtrat me mundim. Ai nuk rri më në vesh, Lek. Po ngjitet, po kërkon diçka. Unë e ndjej. Leka i shtërngoi dorën fort, sikur të donte ta mbante tokë. "Kaq mjafton," tha ai. "Mjekët do ta gjejnë. Nuk të la askush." Mbledhja urgjente e mjekëve në dhomën ngjitur, 3 mjek, një profesore neurologjie dhe një rrell i famshëm. Po shikonin rezultatet e skanerit të shpejt që i kishin bërë Mirës. Një nga ta ngriti syzet, fytyra i shndërroi nga e zakonshme në diçka të tronditur.
Kjo nuk është normale, tha ai. Filamenti është ngjitur përgjatë nervit të dëgjimit dhe po lëviz drejt trungut të trurit. Ngadalë, por qartë. A mund ta kem se prej nga mund të ketë ardhur? Pyeti neurologja, se di, tha mjeku i Orls. Por reagimi i hudrës se ka aktivizuar. Ata heshtën për një moment. Nëse arrin te nervi facial mund të paralizoj gjysmën e fytyrës. Nëse arrin më lart, profesore Shandaloj, atëherë kemi të bëjmë me rrezik neurologjik të lartë. Duhet operuar me njëherë, tha drejtuesi i ekipit. Tani, para se të lëviz më shumë. Operacioni Mira u fut në sallë me një frikë që se kishte ndjer kurrë. Ndërsa maska e anestezisë ju afrua, ajo mund të dëgjonte brenda kokës së saj atë ritëm të panjohur. Tani më të shpejt, më agresiv. Trok 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 sikur në panik. Sikur po kërkonte rrugë që të mos e kapnin. Leka, pëshpëriti me zë të hollë. Nëse nuk dal prej këtej, mos fol kështu, i tha ai duke i puthur ballin. Do dalësh. Edhe nëse më duhet të hyj vetë në sallë e ta gjej atë gjën, do dalësh. Të premtoj, Mira e humbi vetëdije ngadalë. Dritat e bardha u shuan. Brenda sallës së operacionit ekipi punoi me imtësi në heshtjen absolute që kërkonte mikrokirurgjia. Një kamerë me zmadhim shumë të lartë tregonte qartë zonën përreth nervit të dëgjimit. E pash, tha një nga kirurgët. Ja ku është, filamenti i zi ishte ngjitur në murin e kanalit, i hollë si fjet e merimangës, por i gjallë, i pulsues. Kirurgu kryesor futi pincën speciale. Kur të them unë e presim, tha ai. Por në atë moment filamenti u përkul u tërhoq dhe u fut edhe më thellë drejt kokës së Mirës, po ikën. Bërtiti asistenti, jo në sallën time. Bërtiti kirurgu i kryesor. Tani, me një lëvizje të shpejtë dhe kirurgjikale, pincat kapën fillin. Ai u përdridh. U shtriq. U rrotullua si gjallë. Mjeku e tërhoqi me kujdes centimetra, pastaj milimetra, deri më në fund një copë e zezë e zgjatur gati 2-5 centimetra doli krejtësisht, e hoqëm. Tha kirurgu. Por çfarë dreqin është kjo? Objekti filloi të dridhej edhe jashtë trupit, sikur po kërkonte sërish të fshihej. Të gjithu tërhoqëm pas. Vendoseni menjëherë në enën hermetike. Urdhëroi një nga mjekët dhe aty përfundoi, në një kuti të mbyllur ku më në fund pushoi se lëvizuri. Zgjimi i mirë kur Mira u zgjua, fytyra e Lekës ishte mbi të, e hoqën, i tha ai me sy të mbushur. Të jesh e bekuar, Mira. Iku. Mbaroi, Mira ngriti dorën e dobët dhe preku veshin e majt, heshtje. Për herë të parë pas ditësh heshtje e plot. Ajo nisi të qante, isha e tmerruar, tha ajo. Kisha frikë se nuk doja dilja, e gjete forcën, i tha Leka. S'do të lëm asnjëherë të provosh diçka që thon plakat. Mjaft eksperimente. Ajo buzëqeshilet. Pas 2 ditësh mjekët erdhën me rezultatet e laboratorit. Zonja Mira, organizmi që hoqëm nga veshi juaj nuk është bakter. Nuk është kërpudh. As parazit i njohur, Mira ngriti vetullat. Atëherë çfarë është? Mjeku u kollit pak, ne e quajmë një germ fibroze reaktive. Mund të jetë formuar nga kombinimi i hudrës dhe një alergjie të veçantë që keni. Pra, jo krijesë gjallë në atë kuptim, por as material i zakonshëm, një përzierje kimike që mori formë, diçka që hudra aktivizoi dhe që ndërveproi me trupin e saj. Jeni shumë me fat, tha ai. Po të kishte lëvizur edhe 1 centimetër më lart, rreziku do ishte shumë i madh. Mira shtrëngoi dorën e Lekës. Mjafton që jam gjallë, tha ajo, dhe që ajo çfarëdo që ishte nuk është më brenda meje. Mira u kthye në shtëpi pas pak ditësh, sapo hyri në kuzhinë, pa një tas me hudra mbi tavolinë. Ju drodh zemra. Pa e menduar 2 herë, i mori dhe i hodhi në kosh, mbaroi, tha ajo me zë të ulët. Sprek më hudhër me vesh. Asnjëherë, Leka qeshi, shpëtuam më në fund nga recetat e çuditshme. Mira u kthye nga ai, e lodhur por e qetë, po, Lek. Tani më në fund jemi mirë. Dhe për herë të parë në veshin e saj të majt heshtja duke e bukur.